të Republikës së Kosovës, të Republikës së Shqipërisë dhe të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Të nderuar përfaqësues të autoriteteve vendore të Republikës Italiane, të nderuar përfaqësues diplomatik, të nderuar zoti Lulzim Jashari, të nderuar veprimtar të çështjes kombëtare, të dashur bashkëgazetarë dhe miq. Në cilësinë e presidentit të Federatës Kombëtare të Shoqatave Shqiptare Dinamik në AIK, kam drejtën dhe përgjegjësinë të hap zyrtarisht aktivitetin përkujtimor Ushtrimi i Lirisë. Sot jemi mbledhur për të nderuar me respektin më të lartë sakrificën sublime të komandantit legjendar Adem Jashari dhe të familjes së tij. Me qëndreshën dhe etimin e tyre, ata u bën themelin e paftueshëm i lirisë së Kosovës. Akti i tyre i sakrificës shënon një moment vendimtar në historinë moderne të kombit shqiptar dhe forcoi luftën e ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Për ne shqiptarët e diasporës në Itali, kujtesa historike nuk është vetëm një detyrim moral. Ajo është edhe një mision institucional. Federata Kombëtare e Shoqatave Shqiptare në Itali, si organizëm përfaqësues i shoqatave shqiptare në Itali, mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e identitetit kombëtar, promovimin e vlerave tona historike dhe kulturore, forcimin e bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve tona. Ushtrimi i lirisë është më shumë se një aktivitet përkujtimor. Ajo është një akt përgjegjësimi, një reflektim kolektiv dhe një riafirmim i vlerave në të cilat ndërtua liria, sakrifica, uniteti dhe përgjegjësia kombëtare. Në këtë rast solemn, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë ata që bën të mundur realizimin e këtij aktiviteti. Falenderoj nismëtarët, zotin Sami Kabashi e Valen Kabashi, e Artan Matia. Falenderoj grupin e punës që me një punë rreth një mujore arriti të realizojë një aktivitet kaq madhështor. Një falënderim të veçantë për presidentin e ndërtit Federatës, zotin Petri Taliaj, sekretaren e Federatës Ninta Tema, sekretaren e Komisionit për Media, profesor Gur Shabaku. Falënderoj gjithashtu edhe stafin e Federatës dhe Shoqatës Kulturore Adriatik në Firenze për bashkëpunim korrekt dhe profesional. Falenderoj për marshit dhe kontribusit që mbështeten realizimin e këtij aktiviteti, si dhe institucionet dhe personalitetet që me praninë e tyre i japin këtij organizimi dimensionin e merituar institucional. Të nderuar të pranishëm, sot në nderoj me praninë e tyre pjesëtari familjes Jashari, zoti Lulzim Jashari. Zoti Alfred Bider, vllai i marturit italian Francesco Bider, rreth luktës së Kosovës. Dhe të familjes të dëshmorëve që ranë për çlirimin e Kosovës. Falenderoj për kontributin e shkruar asamblin për qeverinë kombëtare të Maqedonisë së Veriut me drejtor zotin Vetmir Xheku. Falenderoj Radio Televizionin e Kosovës me drejtor zotin Ridim Gërvado dhe gazetarin e ndërtuar Katerina Diu, i cili është edhe moderatori i Kurrëzit, e falenderoj dhe jam i njohur për anëzimin e tij. Falenderoj gjithashtu televizionin Koha në Maqedoninë e Veriut me pronar zotin Agim Abdin dhe drejtor teknik zotin Arman Selmani, të cilët do të realizojnë edhe transmetimin e drejtë të këtij aktiviteti. Ju falenderoj. Editoj nga zemra, shkollën Shqipe dhe Javderi në Repermilia.
me president Deni Papamuqa, me shkrenu shite Adem Ilham Dashani, duja të shkora, të fëndojnë kurse, dhe unë për të autorizojë dhe jam njës të punën e të lopër që organizojnë stafat e tyre mësimore. Falenderoj për pranin institucionale në kryetarin e Parlamentit të Kosovës, zotin Adnan Gola. Zëvendës Ministrin e Kulturës dhe Turizmit të Republikës Maqedonisë Veriut, zotin Sadet Sulejmani. Ambasadorën e Republikës së Kosovës në Itali, shkëlqësia e saj zonja Mita Shala. Oficerin për diasporën në konsulatën e Republikës së Shqipërisë në Milano, doktoresha Julieta Çobanaj. Deputetin e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, zotin Adnan Azizi. Vicepresidente del Firenze, zotin Franco Musi, zotin presidenti i Vilajës. Falenderoj gjithashtu referosin e kësaj iniciative që në këtë rast moderatori organizuar realizoi kësaj takon për shkrimit të ngjarjeve dhe historisë në aq vërtetësi siç vepan dhe filmin. Dhe për të përgëzoj autorët e filmit që patën dëshirën e madhe dhe kënaqësinë që na jepën ne mundësinë të parë të film dhe 5 minuta për një festë më emocionale. Faleminderit. Faleminderit për veçan për gazetarin e një Marin Mema. Që është prezent në këtë film. Ndërrojë të pranishëm, duke të kujtuar sakrificën e familjes Jashari, ne e të kërrim angazhimin tonë për unitet kombëtare, forcimin e lirëve tona kombëtare, edukimin e drejtave të rinj me frymën e përgjegjësisë historike. Me respekt dhe përmirësi, le të nderojmë veten e atyre që dhanë jetën për njeri. Dhe le të vazhdojmë të kontribuojmë secili në rolin e vet për të ardhmen e kombit tonë. Lavdi dëshmorëve të kombit shqiptar.